A jemi të folë për lista, a jemi të folë që... Ama jemi të folë vetëm pak. A jemi të folë për lirin si në njëri që i ka qelë dyrë për të gjithë, nuk i ka qelë dyrë. Jemi të folë për lista të cilat ka vjetë do më thonë si propozimet në ndejtë dhe ndejtë, po. Ti tash ti përmordi me verifiku që ata kandidatët në ditë, si ka në, një pjesë nuk i ka thonë që atyne që i vinë për në shkomë, si ka thonë gjo, për agim Beliu në diçka tjetër. Nuk i di bashkëmirë dhe më thonë, është drejtë e kryetarit që ka në përsaktën. Si e shef gjithë, të pastaj përkallojmë vëllën, si e shef gjithë këtë situatë, dhe në thotë hapjes dyre dhe mbylljes dyre brenda LDK-s. Brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Çaj përket domethënë hapjes apo mundësisë figurave intelektuale ose njerëz që janë të përgatitur, që kanë kredibilitet, kjo po mendoj që është pozitive, për arsye se ju ka dhënë mundësi të cilët njerëzit të cilët e shohin veten që mund me dhënë kontributin e vet brenda logos së LDK-s, ju ka dhënë mundësi për me qenë pjesë e aktivitetit dhe me dhënë kontributin e vetë brenda politikave të Lidhjes Demokratike. Ne dim që strukturat e Lidhjes Demokratike janë të mëdha, edhe thjesht funksionojnë begi mirë. Unë kam qenë një kohë shumë aktive ndaj 2019, tani u pata pasurizu për shkak obligimeve të mia, edhe di që domethënë një kohë kanë qenë edhe aktivet, nëse kujtohet, kanë qenë edhe aktive në deg. Thjesht domethënë ka lënë për një proces. Prandaj gjithë kandidatët që kanë rrjedhë për degve, po mendoj që janë meritor sepse domethënë kanë pas votën e antarësisë. Edhe është shumë normale, thjesht domethënë që do të shkojnë kandidatët që e marrin votën e antarësisë. Se funi Lidhjen Demokratike dhe secilën parti e marrin votat e antarësisë.